Situata e bujqësisë në juglindje të vendit është rënduar ndjeshëm pas valës fundit motit keq. Rreshtet e Doborës, shoqëruar me temperatura ekstreme që zbritën deri në -7°C, kanë shkaktuar dëme të mëdha në pemëtorët e zonës, veçanërisht në ato të qershive dhe kumblave. Por shqetësimi më i madh lidhet me kulturën më të përhapur në rajon Mollën, e cila është dëmtuar në një mazë që kalon 70%. Temperaturat e ulta që mbajnë këtë javën e fundit ka qenë dëmtime shumë të mëdha për droftotorët. Me fjalë, fermerët që merren me kultivimin e pemëve, të mollës, qershisë, kumlës, kryesisht edhe për ta morë, ka pas dëme të konsiderueshme. Me fjalë, ne shpresonim që ke molla do kishte më pak dëme, por shkojmë që edhe ke molla ka avancuar shumë dëme. Gati mbi 80%. Që fermeri ka një dëm të zakonshëm, kolosal. Me fjalë sepse i gjithë shërbimet ose që do vazhdojnë gjatë vitit do jenë të shumëzuar me pejtim zero, po kështu përgatitet edhe për vitin tjetër që do të ketë një investim zero për fermerët. Me fjalë, ky është një problem që ka do jenë të burim të ardhurave që të investojnë për pemëtarinë. Ky është nga problemet që institucionet akoma janë në gjumë, kujt nuk se kuptoj, sepse janë angazhuar me fushat elektorale dhe kanë lënë fermerët, këtë se kuptoj sepse asnjë shqetësim nuk është ngjitur nga institucionet me verë masat pra pakën që duhet merren në këtë aspekt. Problemi është aq i madh sa që vjen. Në qoftë se i marrin kulturat me radhë, kumlla dhe qershia kanë mbaruar 100%. Molla është në diskutim e sigur. Unë flas me 80%, po flas mbi 50% e garantuar. Këto 2 ditë ndajnë edhe mollën, po që edhe molla ka të shumë kërkojmë të paktën të jepen ato shpenzimet e gjërat e tjera nga drejtoria e bujqësisë. Është edhe kusht të vjedhë. Mirat e gjallë. Fermerët kërkojnë ndërhyrjet menjëhershme nga institucionet për të vlerësuar dëmet dhe për të garantuar mbështetje financiare në mënyrë që të mos mbetet pa prodhim një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së zonës.